Qeveria greke ka njoftuar mase emergjente për të frenuar rritjen e çmimeve dhe fenomenet e fitimeve të pajustifikuara në kushte të pasigurisë ekonomike të shkaktuar nga tensionet ndërkombëtare dhe kriza në lindjen e mesme. Masa kryesore parashikon vendosjen një tavani mbi marzhin e fitimit për karburantët, ushqime dhe mallrat bazë të konsumit. Vendimi u miratua përmes një akti normativ emergjent dhe do të jetë në fuqi deri në 30 qershor 2026. Sipas ministrit grek të energjisë dhe mjedistit Stavros Papastavrou, ndërhyrja synon të parandalojë praktikat e padrejta të çmimeve në tregun e karburanteve. Sipas rregullave të reja, kompanitë e tregtimit të karburanteve nuk mund të shtojnë më shumë se 0,05 euro për litër mbi çmimin me të cilin e blen karburantin nga rafineriet. Pika e shitjes me pakicë, pika e karburantit nuk mund të shtojnë më shumë se 0,12 euro për litër mbi çmimin me të cilin e blen nga kompanitë e tregtimit. Për rajonet ishullore ku kostot e transportit janë më të larta, lejohet një shtesë deri në 0,05 euro për litër. Masa shtrihen edhe në sektorin e ushqimeve. Ministri i Zhvillimit Takis Theodorakis deklaroi se konflikti në rajon ka arritur presion mbi zinxhirët e furnizimit dhe rrezikun e rritjes së inflacionit. Autoritetet kanë intensifikuar gjithashtu kontrollet në treg, që nga fillimi i krizës janë kryer rreth 1500 inspektime, kryesisht në pikat e karburanteve. Ndërkohë zëvendës kryeministri Kostis Hatzidakis theksoi se prioriteti i qeverisë parandalimi i abuzimeve me çmime duke garantuar njëkohësisht furnizimin normal të tregut. Nuk ka problem me furnizimin e produkteve, deklaroi ai duke shtuar se Greqia po monitoron situatën në koordinim me vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe do të përshtat masat nëse do të jetë e nevojshme.